Mirë, po e materialin. E shikove, do të tash ke qartë pravërsisht të në disa opinione, do të thotë që gjithë mendojnë ashtu. Po pse vazhdimisht ankohen njerëz, ka makina tepër apo çka i duhet komunikacionit në Kosovë? Jo, unë do të lidhem me deklaratat e disave aty që në pyetjen se femrat krijojnë të llovi. Nuk është që femrat nuk dinë të vozitin, mirë po janë më të kujdesshme në trafik. Dhe ajo kujdesim andaj nga pjesëmarrësit e tjerë në trafik shihet sikur mungesë e njohurive apo shkallësive teknike për ngasjen e mjetit motorik. Domethënë femrat janë më shumë të kujdesshme në trafik se sa meshkujt. Nuk e di, është më duhet i vetëm sport femnat që nuk kanë pjesëmarrje janë këto rally Formula 1 apo? Po. A ka femna jo? Po ka për në Kosovë nuk e di, por jashtë ka normale, po. Okay. Ndërsa sa i përket në bazë të ekspertizave dhe aksidenteve që kemi zgjedhur, shumë pak janë shkaktarët të aksidenteve femrave. Domethënë kryesisht shkaktarët të aksidenteve nëse marrim për bazë gjinin, kryesisht janë meshkujt shkaktarë të aksidenteve. Statistika tregojnë që do thotë 30% aksidenteve po saktësisht me përqindje nuk di, mirë po në shumicën e rasteve shkaktarë janë meshkujt dhe në raste mjaft të vogla. Bile thuhet se femrat dhe aksidentet kur i shkaktojnë për shkak të kujdesit të tepërt. Nuk mund ta përkufizoj kështu. Mirë po janë shumë të kujdesshme se sa meshkujt. Ndërsa sa i përket pyetjes rreth të llovive, është vërtet që kemi zgjerim të rrugëve, kemi ndërtim të rrugëve të reja, mirë po asnjëherë kjo nuk është në raport me numrin e shtimit të makinave dhe shoferëve të rinj në Kosovë veç mas luftës. Domethënë kjo nuk këto dy gjëra domethënë këto nuk janë një rritje e barabartë për shkak se kemi shumë makina dhe është shumë interesant që të paktën në Prishtinë shohim një shofer, një makinë, domethënë ata krijojnë mjaft të llovi dhe sikur të ekzistonte një apo një funksionim më i mirë i trafikut urban, unë mendoj që kjo gjë do të zgjedhej apo do të zvoglojë numri i pjesëmarrësve në trafik. Për fond a bën? Dhe pse ke filluar këtë shkrimin me një citat interesant, dhe shoferoga nal me autobusin një stacion para Makovcit. Këtu kam bërë një krahasim me nivelin e shkollimit të udhëtarëve para 20-30 viteve, do thonë kur unë kam qenë fëmijë. Unë vi nga prindrit vi nga Malësia Gollakut, një fshat që quhet Grashtici, i cili është përtej Makovcit. Po. Dhe gjatë shkurjes atje, si fëmijë kam dëgjuar sidomos gratë, të cilat i kanë thënë shoferit ma ndal një stacion para Makovcit. Një stacion para Makovcit është fshati Llukari, i cili edhe është zyra e vendit. Dhe për atë kohë ka qenë e pahishme për gratë që të thonë ndalma në Llukar autobusin. Mandej kam bërë një krahasim me udhëtarët e sotshme, të cilat janë më të shkolluara, mirë po i drejtohen shoferit me shprehjen nalma qytu. Domethënë këtu edhe pse në atë kohë ato udhëtare kanë qenë më pak të shkolluara, është respektuar vendi për ndaljen e autobusit, është respektuar vendi i dedikuar për hipje dhe për zbritje të udhëtarëve. Jo nalma qytu. Ato gra nuk kanë thënë nalma qytu, po kanë thënë nalma në vendin caktuar me shenjë për me u ndal autobusi. Domethënë kjo ka qenë. Atëherë ka pas më shumë kulturë në komunikacion se sa sot. Atëherë ka pas më shumë mirësjellje në komunikacion. Ndërsa sot, edhe pse kemi një nivel të mjaft të lartë të shkollimit, udhëtarët kryesisht janë të shkolluar, të gjithë janë me shkollë të mesme të paktën. Atëherë nuk kanë qenë as me shkollë të mesme, mirë po forma e komunikimit ka qenë. Kriteri ka pas më shumë shkolla. Është respektuar. Derisa me të pyetë edhe diçka. Nuk e di kush duhet merret, kam dëgjuar vazhdimisht ankesa se njerëz tankohen, udhëtar tankohen shumë në këto transportet publike, se muzika është e dhunshme, ka muzikë tallava, ka muzikë rome, ka një muzikë kështu totalisht
e dhënshme për veshin dhe mentalitetin apo për shijen e disa autorëve, apo shumicës thonë, dhe këto e bën edhe shoferit, do të qytojnë gojmëre. Po muzika duhet jetë relaksuese për autor, po fatkeqësisht nuk është. A ka mundësi me nxit shanja dikun më përkujtu njerëz me lexu? Nuk është e rregulluar kjo çështje, janë disa udhëzime, disa fletëngjitse të cilat duhet të jenë për çështje sigurisë brenda autobusit. Dëgjove ti para 2-3 ditëve kishim pa njërin tu lexu në Kambibos. Prishtinë. Nuk di, kjo për ne mundet të qenë në qenë dukuri, mirë po në Perëndim ju dini mirë vetë se të gjithë lexojnë. Po pikërisht është si fenomen, ka konsideruar si fenomen. Po, si fenomen, pikërisht asnjë s'lexon. Është shumë e vërtetë. Muhamet, faleminderit shumë që ishe në emision. Besoj do të vishë hera të tjera kur keni projekte ju, po ashtu jeni drejtori i Tempullit. Të uroj për punën atje, shkolla e lartë profesionale, apo? Tempulli, po pas akreditimit dhe licencimit, shkolla e lartë profesionale, Tempulli, dikur kolegji universitar Tempulli. Po. Të uroj suksese tutje në edukimin e vazhdueshëm të kuadrove, do të për këtë fushë. Po pikërisht që 20 vite domethënë jemi marrë me këto programe trajnuese, aftësuese për të vazhduar pas lufte dhe me organizimin e studimeve themelore, studimeve të larta sipas procesit të Bolonjës 3+2. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për suksese. Unë neta pa Faleminderit për bërë po, a ke sjell për mua? Po, mirë, s'ka problem, pranoj. Kjo është një komplet i revistave të Autotempullit, që është nga viti 1996, numri i parë kur është botuar dhe në vazhdimsi. Çka ka revista apo revista kryesisht me këshilla edukata? Po, në komunikacion dhe ju solla ta kompletoni edhe më shumë bibliotekën e juaj në studio. Faleminderit shumë faleminderit. Faleminderit për Nga viti 96. Nga viti 96. Shumë faleminderit. Kjo është monografi që duket, ha? Faleminderit. Nderuar shikues, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Shihemi në emisionet e ardhshme të cilat do t'ja dedikojnë një farforme në mënyrën time në Face Show. Emisioni i ardhshëm do të thotë kemi bëjmë me vitin jubilar të pavarësisë. Emisioni i ardhshëm do të jetë me një profesor i cili konteston teorinë speciale të relativitetit nga Albert Einstein. Emisionin pas tij do të diskutojmë për historinë e kontestuar, do të prapë me rastin e 100 vjetorit, se dini kemi shumë njerëz, dikush po i konteston, dikush po i thot patriot, dikush tradhtar. Edhe këtë duhet të shpjegojmë diçka. Pastaj që besa është mirë ta kemi edhe një psikolog apo sociolog, të diskutojmë për shëndetin mental këto 100 vitet e fundit me rastin e pavarësisë së Shqipërisë. Dhe tani falenderoj Salamander, Dekra, Minimag dhe të gjithë tjerët që na ndihmuan. Koha për ju. Black Shoes, do të vloni në gjumë të rishikusit, sepse është bë pak vonë. Natën e mirë, mirupafshim.